Përshëndetje mes të dashur, mirë se po takohemi në këtë epizod të ri të emisionit Konteksti Kohor, në këtë rrugtim, së bashku me mua është hoxha i nderuar Bleri Muslio. Hoxh, mirë se erdha edhe sot. Mirë se jam sali, Allah shpërbleft. Allah shpërbleft aty. Hoxh, sot po jetojmë në kulmin e begative, të mirave, mundësive, të cilat ndoshta i shfrytëzojmë, mirë po nuk po mund t'i përjetojmë atë sa duhet që të kemi rahati, lumturi. Apo na mungon diçka në këtë pjesë, apo pse s'po mundemi me shfrytëzu këto dhe me përjetu? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Po mjafton t'ja hedhim në shikim vetës tonë, familjeve tona, rrethet ku jetojmë, madje edhe me gjerë, që të vim në përfundimin se asnjëherë më herët, dhe asnjëherë më parë nuk kemi jetuar në të zhytur, në të mira materiale dhe në mundësi më të shumta se sa në kohën të cilën po jetojmë. Pra, duke filluar nga mundësitë e vendbanimit, që janë me shumë komoditet dhe shumë rahati, nga mundësitë e përfitimit dhe mundësitë materiale, ku sot janë shumë më të mira se në të kaluarën, nga mundësitë dhe mjetët e udhëtimit, ku sot janë shumë më të mira se në të kaluarën, nga mundësitë e komunikimit me njëri tjetrin, ku sot është madje fare e lehtë që të komunikojmë dhe të mbajmë lidhjet me njëri tjetrin në kështu me radhë. Pra, pothuajse nuk ka kënd të cilën e shohim jetën tonë, përveç se do të shohim një dallim të jashtëzakonshëm me të kaluarën dhe një avancim i jashtëzakonshëm të cilën sot e jetojmë, dhe padyshim se për këtë mi falendrues Allahun subhanahu wa taala në radhë parë, pastaj çdo kush që është bë shkaktar dhe bëhet sebeb i krijimit të këtyre kushteve dhe këtyre mundësive që sot ne jetojmë dhe përjetojmë. Por krahas asaj, nuk don shumë mund dhe në bisedat e zakonshme me njerëz, kushdo qofshin ata, madje edhe në familjet tona, edhe në rrethin ku jetojmë, edhe në shoqërinë ku jetojmë, edhe me njerëz që bisedojmë. Po madje shpeshherë në veten tonë, shohim se diçka po mungon. Do të thotë në kulmin e komoditetit të rahative të shtëpiave tona, megjithatë brenda nuk është atmosfera e ngrohtë sa duhet. Në kulmin e posedimit të pasurisë të njerëzit, dëshpërimi dhe një lloj zymtësie mund ta vresh në fytyrën e secilit. Megjithë domethënë kulmin e mundësive të komunikimit, ndoshta komunikimi jon asnjëherë nuk ka qenë më në krizë dhe nuk është godit më shumë se sa sot. Në kulmin e mundësive të lëvizjes, të mundësive të vizitave edhe të mbajtjes së lidhjeve njëri me tjetrin, mendoj se sot është shumë reale që është gjithashtu një krizë e madhe e raporteve tona familjare, edhe raporteve tona shoqërore, sidomos në raport me vizitat edhe ndejat tona e kështu me radhë. Pra, çu ka mundësi? Domethënë, nëse i posedojmë të gjitha këto, të cilat realisht duhet të na lehtësojnë jetën, po, duhet të na bëjnë jetën më të mirë, duhet të na bëjnë jetën më të këndshme, duhet të na bëjnë jetën më të lehtë, duhet të na shtojnë dashurinë për njëri tjetrin, sepse po posedojmë tan. Nëse po të kaluarën ka qenë një problem ku dikush ndoshta ka pas më shumë, dikush tjetër ka pas më pak, sot pothuajse është një standard i përgjithshëm ku rrallë kujt i mungon. Andaj diçka po mungon. Diçka po mungon dhe mendoj se nëse se njerëzit mas krejt kësaj të arriture dhe krejt do përjetimit të kësaj mungese nuk kërkojnë ku është defekti, ku është mangësia, ku është ai domethënë problemi i cili po e shkakton këtë situatë, mendoj se ky është problem veti pasaj. Ndërsa për ne si besimtar, të cilët i besojmë fuqishëm dhe paluhatshëm asaj që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an dhe pejgamberi sa më ka mësuar, ne e dim lehtë dhe mund të vim tek përgjigja shumë lehtë, ajo që neve na mungon në krejt këtë gjendje dhe në këtë situatë është
është një gjë e cila e ka emrin bereqet. Çka është bereqeti, hoxh? Bereqeti është ushtri për ushtrive të Zotit. Bereqeti është, nëse e marrëm në aspektin e kuptimit të bereqetit, është kur diçka shtohet. Kur diçka, shtohet dhe diçka që qëndron. Pra, qëndrimi dhe shtimi, po themi, janë ato dy komponentet të cilat e përbajnë bereqetin. Që i bie, bereqeti është ai i cili po u fut në diçka, ai e bën të jetë e qëndrueshme dhe njëkohësisht e bën edhe që të jetë më e madhe se sa duket. Do thotë më e madhe se sa duket në pamjen e parë. Andaj bereqeti është ai i cili po i mungon pasurisë. Bereqeti është ai i cili po i mungon kohës. Bereqeti është ai i cili po i mungon shtëpiave. Bereqeti është ai i cili po i mungon lidhjeve tona njëri me tjetrin. Bereqeti është ai i cili po i mungon madje edhe po themi edhe çështjeve më të imta të jetës tonë, por gjithashtu edhe çështjeve më të mëdha deri tek çështjet po themi të atyre që vendosin edhe për fatin e njerëzve ose janë determinues për të ardhmen në bazë të caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Hoxh, a nuk është bereqet se në jetën e përditshme shohim njerëz të cilët garojnë me pas sasi të mëdha të pasurisë, e të posedojnë më shumë pasuri, a nuk është ky bereqet pra kur ti posedon shumë pasuri? Po sigurisht ky është njëri nga problematikat e mëdha. Ky është njëri nga konceptet e gabueshme ku të njerëzve në raport me posedimin dhe në raport me fshehtësinë e cila gjendet brenda këtyre posedimeve. Sepse gara e njerëzve për të poseduar në aspektin numerik, në aspektin e sasisë, në aspektin e posedimit formal të një gjëje, çfarë do qoftë ajo, dhe vendosja në harres e çështjes së bereqetit, e cila gjendet brenda këtyre çështjeve, brenda këtyre gjërave, por e cila nuk duket, e cila nuk shihet, e cila nuk vjen domosdoshmërisht bashkë me sasinë. Andaj bereqeti nuk vjen domethënë paket me pagën që njeriu e merr. Bereqeti nuk vjen paket me shtëpinë që e ke ndërtuar. Bereqeti nuk vjen paket me mjetin e udhëtimit. Ato janë sigurisht të rëndësishme dhe të pashmangshme në rëndësinë dhe në vlerën që kanë. Mirë po, ajo e brendësia e krejt këtyre çështjeve, e cila pastaj ja jep kuptimin, i ban po themi i ban të gjalla, i ban që të kenë produktivitet, i ban që të kenë rahati, i ban që të kenë komoditet, i ban që të kenë shije, i ban që të jenë të dobishme e kështu me radhë, ajo është brendësia. Ajo që nuk duket ne po i referohemi me termin e bereqetit. Andaj bereqeti nuk është në sasi. Kjo është shumë e rëndësishme me kuptu. Bereqeti nuk është në sasi, bereqeti nuk është në madhësi, bereqeti nuk është në vetëm në gjërat të cilat duken. Prandaj sot ne e kemi këtë realitet. E kemi këtë realitet ku është vështirë të besohet. O vllajëm sa lepten. Është vështirë të besohet, si ka mundësi që sot njerëzit i kanë për shembull, apo thon, krejt mjetet dhe mundësitë e vizitës së njëri tjetrit, por nuk i bajnë ato. Domethënë nuk qen ka mjeti i udhëtimit ai i cili domosdoshmërisht ty të çon dikon. Por mungon një vullnet, mungon një dëshirë, mungon një diçka e cila megjithatë e ka një bereqet. Është shumë vështirë po themi e konceptueshme, edhe është shumë vështirë e pranueshme. Kur po zëmë në një të kaluar jo të lartë, një njeri ka punu, apo dhe një familje e tërë kanë jetuar nga duart e atij njeriu. Sot pothuajse të gjitha anëtarët e familjes punojnë dhe ankesat pastaj dhe ato po themi problemet e tyre financiare
janë të panumërta. Po flasëm vetëm për njerëz të kësaj kategorie, po flasëm edhe për ata të cilët kanë pallate, kanë biznese të mëdha. Nuk ka njeri i cili nuk ankohet, nuk ka njeri i cili nuk është i dëshpëruar, nuk ka njeri i cili pothuajse kemi ardhur ndoshta në një situatë ku secili e shtyn sot për nesër, hajtë edhe sot ta baj ditë. Ti jenë punë, po mendoj edhe kish edhe kontakte edhe me shumë njerëz, domethënë. Kush nga njerëzit sot shkon në punë me vullnet, domethënë, me gatishmëri, me zell, domethënë që ta kuptoj se po punon, po i shërben, po e kryen me përgjegjësi detyrën dhe punën që e ka, po e merr një pagë halal nga ajo, ka me ushqy familjen në kështu me radhë. Secili domethënë thjesht vetëm sa për ta hekur qafër, vetëm sa për ta bë domethënë orar për ta plotësuar ato e kështu me radhë. Ku është bereqeti i kënaqësisë që po dalim, po punojmë për shembull, po dalim, po i shërbejmë qytetarëve. Po dalim, po punojmë për të mirën e këtij vendi. Po dalim, po punojmë për të mirën e shtetit. Po dalim edhe secili dhe në mënyrë zinxhirore secili është pjesë e kontributit. E pastaj ti e merr një pagë të caktuar, atë pagë kime dërgu tek familja kanë me pas komoditetin e jetës së kështu me radhë. Domethënë ish dasht apo që të jetë situata këtë ndryshe. Megjithatë nuk është. Që i bie, se bereqeti nuk është në sasi, as nuk është në madhësi, as nuk është në pozitën e caktuar, as nuk është në të arriturat e caktuar. Pra ka diçka e cila është e fshehur, ka diçka e cila është mangë, ka dikun, po duhet kërkohet dikun bereqeti. Nëse na i referohemi kësaj që tha deri tash, shohim se secila shtëpi ndoshta e kemi këtë problematika aktuale dhe të pranishme, sepse gjithë jemi pa mjaftueshëm me pasurinë që e kemi, gjithë kemi ankesa dhe shohim që shumë të nevojshme ta gjejmë se ku është bereqeti, pra ku janë depot e bereqetit, ku drejtohemi dhe të fokusohemi ne që të kemi bereqet. Nëse çështja e parë që do të na bënte ta gjejmë bereqetin, po mendoj ta arrijmë adresën e bereqetit, ta kërkojmë atë dhe ta gjejmë atë, është nëse e kuptojmë, dhe kjo është shumë e rëndësishme me e kuptu që bereqeti nuk është në dorën e askujt. Bereqetin nuk e posedon shteti, bereqetin nuk e posedon qeveria, bereqetin nuk e posedon ministria, bereqetin nuk e posedon banka, bereqetin nuk e posedon kushdo qoftë. Madje as kryefamiljari, madje as domon si kuptim i a priori, si kuptim i parë. Bereqeti nuk është pronë e askujt, sepse bereqetin e ka në dorë vetëm Zoti fuqiplot. Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Depot e bereqetit i posedon vetëm Allahu xhalla shanuhu. Qelcat e këtyre depove i posedon vetëm krijuesi. Vetëm krijuesi. Andaj Allahu xhalla shanuhu njeriu mund t'i jap pasuni, mund t'i jap sasi, mund t'i jap apo të gjitha ato që i kërkon. Mirë, po në po themi në frenimin apo dhe në pengimin e dhurimit të bereqetit për shkak të rrethanave dhe të arsyeve të caktuara që sigurisht do t'i përmendim ndoshta gjatë këtij bashkëbisedimi, në mungesë të atij bereqeti njeriu do të mbetet shumë i dëshpëruar, do të mbetet shumë i zgënjur, sepse njeriu ka menduar dhe mendon se në kohën kur ai ka arrit punoj, në kohën kur ai ka arrit të zotroj, në kohën kur ai ka arrit të posedoj, apo mendon njeriu se detyrimisht ai e ka ai e ka në dorën e tij, ai e determinon edhe bereqetin. Edhe atë po themi funksionalizimin e krejt asaj që njeriu e posedon në veten e tij. Andaj depot e bereqetit janë vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu xhalla shanuhu jep bereqet aty ku don. E sigurisht Allahu Allahu është bujar dhe Allahu don mi dhon njerëzve bereqet. E dëshiron dhënien e bereqetit, mirë po sigurisht se nuk e jep për ata të cilët nuk e meritojnë dhe ata të cilët mendojnë se ata janë zotruesit e bereqetit. Andaj Allahu xhalla shanuhu është
burimi i bereqetit. Dhe kjo është rahmet për rahmetit të madh të Allahut xhaleshanu, që Allah nuk e kalon dorën e tij bereqetin askujt, por e kalon vetëm vetes së tij. Si duhet jemi hoxh meritor ose si të arrijmë të depot të bereqetit, po të kemi edhe na ndoshta një pjesë prej asaj në cilën Zoti na ka begatuar me pasuri, mirë po të kemi mundësi të shfrytëzojmë edhe të përjetojmë ato pasuri. Që Allahu xhaleshanuhu është i mëshirshëm. Dhe Allahu subhanahu wa taala na tregon se bereqetin cilën ai e ka zbrit, ose ai e jep, ose ai e dhuron, është në të gjitha rrafshat e mundshme, në të gjitha sferat e mundshme, në të gjitha aspektet ku njeriu i duhet dhe njeriu ka nevojë për ta. Padyshim se bereqeti cilën Allahu subhanahu wa taala e don me u dhuru robëve të tij dhe dëshiron me u bë atyne hedije, dhurat, sepse Allahu xhaleshanuhu kur e ka kriju njeriu, nuk e ka kriju që ta rëndoj jetën e tij. Nuk e ka kriju që ta mundoj jetën, domethënë njeriu. Nuk e ka kriju që ta bëj jetën e tij të zymt, as ta bëj jetën e tij të rëndë. Përkundrazi, ja ka lehtësu të gjitha rrethanat e jetës dhe të gjitha mundësitë dhe ja ka tregu të gjitha adresat e duhura përmes të cilave njeriu do të gjej ato të cilën njeriu e kërkon dhe njeriu është i nevojshëm për to. Andaj adresa e parë domethënë e këtij kërkimi dhe ajo mënyra e parë e përfitimit të bereqetit nga Allahu subhanahu wa taala është kur ne e kuptojmë se bereqeti është në dorën e Zotit. Allah, kjo është, mendoj se kjo pjesë shumë e rëndësishme. Andaj po do të ndalem te kjo, për shkak se keq kuptimi i zakonshëm, deformimi i zakonshëm i njerëzve është pikërisht në këtë pikë. Sepse kur e kuptojmë se ku janë qecat e depot e bereqetit, apo kush i posedon dhe kush i jep ato, pastaj është lehtë mënyra e kërkimit të tyre, sepse Allahu xhaleshan na ka mësuar dhe si kërkohen ato, edhe si jepet bereqeti kështu me radhë, si fitohet bereqeti. Por problemi është tek kjo pikë, apo tan, tek bindja jon, dhe tek kthimi jon se o njerëz, bereqeti nuk është aftësi. Bereqeti nuk është arritje e jotja. Bereqeti nuk është rezultat i mençurisë. Bereqeti nuk është rezultat i zgjuarësisë. Bereqeti nuk është rezultat i domethënë i pasjes së lidhjeve të njoftësisë për kryerjen e punëve kështu me radhë. Në momentin që ne e kuptojmë se bereqeti është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, ne automatikisht kemi më ndal me veten tonë dhe kemi më rishikuar edhe një herë pozicionin tonë përballë të mirave, përballë begative, përballë mangësive të cilat i kemi. Është shumë e nevojshme që të ndalim te kjo pjesë, të fokusohemi te kjo pjesë, të shohim çka po na mungon. Mirë, ti e ke pasuninë. Po nuk pjashe hajrin asaj pasunie. Ti e ke pozitën, po s'pjashe hajrin asaj pozite. Ti e ke tregtin, po ti e ke tregtin, ti mund të hapësh edhe shumë filiale të tjera domthon edhe pika të tjera domthon të zhvillimit tan, kupton. Mirë, po a ka zymtësi më të madhe? A ka domthon a ka mangësi më të madhe sesa me posedimin e krejt atyre të mirave? Ti kur të kthehesh mbrëmje apo thon e ki po themi e ki xhehenam brenda familjes. E sa raste domethënë histori e ndodhi të cilat i ndëgjojmë në vazhdimsi të problemeve të mëdha të njerëzve. Apo a ka mundësi dikush me kuptu, apo thon, me u mundu me e rishikuar veten e tij, apo thon, se fëmia i cili i del i pandëgjueshëm, është mungesë e bereqetit, nuk është mungesë e pasurisë, se ti pasuri po e ngin ata. Apo a ka mundësi dikush me tregu, apo thon, me krejt këto fakultete, me krejt këto apo universitete, me krejt këto kolegje private, apo thon, dituria është maket se çdo herë tjetër që ka qenë. Pra diku është problemi, apo ku është problemi? A ka mundësi dikush me tregu, apo thon, që me po themi me posedimin e krejt këtyre mjekëve, e krejt këtyre barnatoreve, e krejt këtyre ilaçeve, apo s'kemi pas kur më shumë smundje.
Apo, a kemi mundësi veç me shumë është më rëndësi, na veç me e kthye edhe një herë shikimin te këtë kjo që po ndodh. Apo thon. Pse? Ku është ky problem, apo thon? Është mungesa e bereqetit. E mirë, që ky bereqet kush e ka në dorë, apo thon? Po bendu se nuk e kemi në dorë na. Apo thon. Kjo shumë është momenti që bindemi se nuk është në dorën tonë. Nuk është në dorën tonë. Por është dikun e rezervuar, është dikun, apo thon, atëherë kuptojmë se është një adresë e caktuar ku ne duhet ta kërkojmë bereqetin. Sepse kjo na zhvesh pastaj edhe nga ego, edhe nga mendimadhësia, edhe nga vetkënaqësia, edhe nga krenaria, sepse ti ju ke afru për shembull, ju ke ofruar familjes tone të gjitha kushtet e mundshme, por nuk ja ke ofru ato e cila është shpirtërore për ta. Ti e ke ofru shoqënisë tana mjeta, po s'ja ke ofru ato e cila ju jep rahatia tyne, ju jep kënaqësia tyne, ju jep komoditet atyne, para pak ditëve. Pak deti konkret më tregon një doktor për një rast i cili shpirti dhem për një afër me ti i cili nuk ka diçka që i mungon brenda familjes ti. S'ka për kurrë që i mungon Thot erdhën domos prindët e tij edhe ishin bë me uçmend. Apo pse? Fëmija e tyne domethënë kur kontrolloi thot apo e ka djeg apo pjesë caktuar me trupit tina përdorimi i drogës. Janë gjendje komplet çat pasuni me dhon. Krejt çat pasuni janë gjendje me dhon me e kthy djalin apo ndoshta me jetu dikun në një jetë shumë modeste, që i bjen apo nuk ka bereqeti apo vetëm në krimin e kushteve dhe të mundësive. Pa i nënçmu ato, sepse ato janë lehtësim, unë tha në fillim, do të falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Amo do ta kuptojmë se ta kuptojmë këtë. Ne kemi me uzun nga gafleti, kemi uzun nga shkujdesja, e pastaj kemi me pa se ç'është duhet jetohet njeriu, edhe si duhet jetojë ai. Kemi shumë hoxh manual për secilin pikë, këto që e përmana se bereqet nuk është vetëm pasuria, padyshim do t'i përmendim secilin prej tyre, mirë po bëjmë një pauzë shkurtër. Tash shikues, qëndroni me ne, do të rikthehemi pas pak me Hoxhën Bler Muslion. Të dashur mes, por rikthehemi pjesën e dytë të emisionit me Hoxhën Bler Muslion. Hoxh, e përmendë shumë që kemi bereqet në secilin prej punëve që e bëjmë si pasuri, si në kohë, në gjithë shka që ne veprojmë edhe punojmë sot, duhet ta lypëm edhe ta kërkojmë bereqetin e Zotit. Nuk është pra bereqeti vetëm pasuri, sepse ne kështu e kuptojmë, sot grumbullojmë aq më shumë pasuri, jemi më të bereqetshëm. Realisht ky është koncepti që te ne është, kur dikuj i thu Zoti do është bereqet, automatikisht mendja të shkon tek pasuria edhe tek çështjet materiale. Realisht bereqeti në pasuri është vetëm një nga shumë bereqete që njeriu mund të posedoj. Madje mund të themi me bindje të plotë se bereqeti në pasuri është bereqeti më i parëndësishëm dhe më i pavlerë në raport me bereqete tjera. Andaj bereqeti më i madh që diku jepet është bereqeti në besim. Pra që ta gjej rrugën e drejtë, ta gjej besimin e vërtetë, ta gjej pasimin e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Bereqeti në dituri, bereqet i jashtëzakonshëm, bereqet i madh. Vllajëm sa leptën. Edhe tek e para, tek e dyta, nëse shohim gjëratat e para, qysh në kohën e zbritjes pejgamberit alsam, ardhes së pejgamberit alsam, edhe zbritjes së Kuranit. Dhe shohim se është bereqet i madh për mbrana 23 viteve, nëse e paramendon zbritjen e pejgamberit alayhis salatu wasallam nga shpella Hira, kur është obliguar me shpallje dhe e paramendon fundin e sahabeve, në fundin e jetës pejgamberit alsam, 23 vite ku nga një njeri vetëm në haxhin lam të mirë marrën pjesë 120.000
sahabe të cilët i kanë besu pejgamberit alayhi salatu wassalam, e se rezultati i këtyre viteve pastaj përhapet drita e fesë në secilin cep të botës, bereqet është kjo. Nëse i shohim gjëratat e hershme, ata të cilët kanë jetuar shumë pak, por bereqeti të cilën ata kanë pas në dituri, dijen cilën ata kanë lanë, ka prej tyre ku është e pa imagjinueshme me kohën tonë të paramendohet jeta e shkurtë të tyre dhe produktiviteti i tyre të cilët ata kanë lanë. Qoftë Imam Nevaviun, i cili ka vdek kryesisht i ri me jetën e tij dhe është bën një lloj studimi i veprave të cilat ai ka lanë. Edhe kohët që ai ka jetuar, kanë thonë për kohën që ai ka jetuar, duhet disa shkrues, jo një, po disa shkrues me i shkruar veprat të cilat ai ka shkruar. Ku është jeta ti, ku është mësimi ti, ku është bereqeti. Qashtu Hafidh al-Hakimi, cili ka vdekur shumë i ri, por ka lënë një trashëgimi të jashtëzakonshme e kështu me radhë. Pra bereqeti në fe, bereqeti në dije, është bereqeti i jashtëzakonshëm. Bereqeti në familje. Bereqeti në familje është bereqet i neglizhuar, bereqet i cilin njerëzit madje nuk rrallë herë e mendojnë, apo kupton. Dikush ndoshta një fëmijë ka, po ka fëmijë të hajrit, jashtë hajrin, jo vetëm familja, po jashtë hajrin, një umet. Dikush 7-8 fëmijë, 10 fëmijë, apo veç sherrën jashtë secila, veç dami ban, secilit. Bereqet është, sa ka për njerëz të cilët nuk kanë ndoshta ndonjë të arritur të madhe, ama janë familje të lumtura, janë familje të qeta, janë familje ku vizotron mirëkuptimi, harmonia, dashnia, respekti, kështu me radhë. Njëherë bashkëbisedosha me njërin që kishte probleme, kishte të lash familjen e tij, edhe u arsytonte, po thëke që çikash periudhë kohore, aja, një periudhë shumë shkurt kohore, thëke nuk s'kum përdor dhunë. Do të thonë do i kemu krenu se one mbrana kësaj periudhe s'kum përdor dhunë. Atë do të thonë komunizmu permisuone. Ndoshta ti nëse ja thua që ti ndoshta për ymër të tërë, me jetë të tërë, nuk ka ndodhur as konflikt me banalitet edhe me ngritje të zanit, as s'mund ta paramendoj këtë. Bereqeti është se nuk këtë jemi njerëz. Pra ka bereqet edhe në bashkëshortësi, ka bereqet. Bereqet në bashkëshortësi, bereqet në familje, bereqet në fëmijë, apo bereqet në punë. Në shëndet, hoxha, bereqet në shëndet, sigurisht, bereqeti në shëndet është një nga bereqetet e mëdha që Allah azza wa jalla jep dikush njohëm njerëz tanë jetën i smutë vëlla. Tanë jetën Këtë jeta i shkon me ankesa. Sigurisht nuk po trajtojmë në aspektin aspektin e gjykimit, sepse ai mund të ketë shumë dobi nëse kur del para Allahut azza wa jalla për shkak të sprovës apo për shkak të durimit, por po flasim si bereqet, bereqetin ku. Bereqetin ku është bereqet i jashtëzakonshëm, do të thonë, ne jemi dëshmitar shpesh herë ku ndoshta mbrana ditës, mbrana një periudhë caktuar kohore, kemi kryer shumë punë dhe kryjm shumë punë, apo shumë arritëm, ama ka ndodhur shpesh herë ku s'mërrin kurrë me kryo, bereqetin në punë pastaj, sa ka njerëz që janë shumë dobishëm punë që i bajnë. Janë shumë dobishëm, janë të zellshëm, janë kryen punë shumë, dikush një punë ja lën çata, gjithë ditën s'e kryen, është një javë ditë s'e kryen, Jo për shkak një urive edhe të përgatitjes së kaj, po për shkak mungesës. Sigurisht ato janë sebepet pastaj. Aftësia, pa aftësia, mundësia, pa mundësia, ato janë sebepet, po flasim në rrethana të zakonshme ku njerëzit i posedojnë të gjitha rrethana. E pastaj bereqetin të folur. Fjala është bereqet. Sa ka për njerëz të cilët Allah subhanahu wa taala ju ka dhënë bereqet Allah në fjalë. Fjalë të mira, fjalë dobishme, ju ban dobi njerëz, i këshillon njerëzit, i mëson njerëzit, Edhe sa ka të tjerë të cilët gjuha atyre është helm, mungesë e bereqetit Allah, sepse çdo herë shkakton shamje, fyrje, fesat, përçamje, e kështu me radhë. Mungesë e bereqetit e kështu me radhë. Andaj bereqeti është nuk ka sferë të jetës. Përveç se njeriu e fut brenda tij bereqetin edhe ja sheh hajrin, dhe e hiq bereqetin mbi tij, edhe nuk mbetet pas një gërmadh, apo e asaj që njeriu posedon. Andaj kanë thonë, bereqeti është ushtri për ushtrive të Zotit. Sepse tha më herët, nuk është e jona. Sa është, Andaj Allahu xhallahu xhanu ku zbret bereqetin aty ku ka pak, e ban shumë. E ku ka shumë,
e ban me kon Me vlerë. e dobishme. E ban me kon e vlefshme, e ban me kon e dobishme për me tregu se në qoftë se nuk ka bereqet, sa do që njeriu ka sasi, apo s'ka bereqet, optën. Me herë vëlla, optën, sa njerëz, sa kuhën e kanë disa njerëz. Që i vynë vëlla kuha tyne? Çfarë punë kryen në jetën e tina? Kur që e hajrin? Kur, optën, heq kur gjë, optën. Sa njerëz optën për shembull kanë familje caktuar. Sa njerëz kanë puna, sa njerëz kanë gjallëni, sa njerëz kanë biznese, sa njerëz kanë posedojnë, sa njerëz kanë pozita. Se she hajrin kush apo? Kush hajrin nuk e sheh. Mungesë bereqetit Allah, sa i ka mundësit, po Allah azza wa jalla ja ka heq bereqetin. Për shkak të rrethonave caktuar dhe arsyeve caktuar, dhe ai ka mbet, domethënë i tillë. Cila është formula hoxh e këtij bereqeti? Nuk ka dyshim se frika ndaj Zotit, pra qenërit në raporte të mira me Zotin është qilësi i domosdoshëm i posedimit bereqetit. Andaj Allah subhanahu wa taala thotë: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Thotë nuk ka dyshim, thotë Allah, se nëse se banorët e vendeve të caktuara kishin me pas, domthon frikë Zotin, po kishin me kanë në rregull me Allahun subhanahu wa taala, thotë Allah, ne ju hapim atyre, u çelim atyre bereqetin nga qielli dhe nga toka. Do bereqetin nga qiella edhe nga toka. Allah subhanahu wa taala thotë. Në jetën tjetër Allah xhallahu shan thotë: "Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Dhe ai që ka frikë Zotin, Allah subhanahu wa taala thotë, Allahu i gjen rrugëzidhje dhe rrugdalje pa asnjë dilemë dhe e furnizon ato, i jep rrezik atij. Min haythu la yahtasib, ka fare nuk e kujton. Ka se kujton hiç njeriu, Allahu xhaleshanu do të jep atina rrezik. Pra, dera e parë e kërkimit të bereqetit dhe hapjes së depove të bereqetit Allahu xhaleshanu është frika ndaj Zotit, është raportet e mira me Allahun xhaleshanu. Dera e dytë, domethënë e kërkimit ose e zbritjes së këtij bereqeti është duaja. Me lut Allahun xhaleshanu për bereqet. Me lut Allahun subhanahu wa taala për bereqet, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e lut dikush Allahun përveç Allah i jep. Sepse Allahu në shumë vende na ka thonë që të kërkojmë nga ai se Allahu xhaleshanu i përgjigjet asaj që ne kemi nevojë. Dera e tretë e këtij domethënë e zbritjes ose e përfitimit të bereqetit është marrja e sebepeve. Qësh njëna prej marrjes së sebepeve është domethënë planifikimi dhe shfrytëzimi i kohës. Shfrytëzimi i kohës. Domethënë ai i cili është mësim duhet të mësoj me kohë, ai i cili është të punu shfrytëzimin me kohë. Pra, marrja e sebepeve të jashtme. Andaj pejgamberi sa më ka thonë: "Burikat ummati fi bukuriha." Allahu e ka thënë bereqetin te ummeti im në mëngjesin e hershëm. Herët domon kur quhet ka bereqet. Andaj për shembull përpara te na po mendoj plesht edhe të parë tonë domethënë, ata nuk e kanë ditë këtë hadith, po e kanë ditë domethënë gjithmonë kanë ditën se ai që quhet herët ka bereqet. Sepse puna, domethënë që i bie puna e zellshme, puna e gatshme, shfrytëzimi i kohëve kështu me radhë. Gjithashtu prej atyne domethënë rrugëve edhe mënyrat të përfitimit të bereqetit është edhe mbajtja e lidhjeve farefisnore. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është një nga domethënë dyert e bereqetit edhe përfitimit të bereqetit. Andaj pejgamberi sa më ka thonë ai i cili dëshiron që Allahu të shton në ymrin e tij, të shton bereqetin, le të mban lidhjet farefisnore. Gjithashtu prej atyne domethënë çelësave të depove të bereqetit është gjithashtu edhe istikfari, kërkimi falës Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhallahu thot: "Kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dhe kërkoni falë Allahu xhallahu se Allahu do t'u jap juve. Qiellin do t'u bëjë qelshën shi, do t'u jap fëmijë, do t'u jap pasuri e kështu me radhë, për kërkimi falës Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej domthon tyre çelësave të depove të bereqetit është gjithashtu edhe Hoç falënderimi është prej padyshim njëra nga në popull e dëgjojmë për shembull se nëse njeriu është mosmirnjohës ndaj pasurisë,
mundësia për me hupa atë pasuri është më e madhe. Padyshim, Allah xhallahu thot, "Wala in shakartum la azidannakum." Nëse falenderoni, unë do t'u ashtoj ata. Pra do t'u ashtoj në secilin aspekt që është. Nëse është pasuria, Allah azza wa jalla ta shton. Nëse është në kohë, e falenderon Allah për kohën, Allah ta shton. Nëse është në gjitha t'jap Allah vlad mundosh me edukuar, falenderon Allah për ta, Allah ta shton. Ta ka dhënë Allah një punë, e falenderon Allah për ta, e shfrytëzon ato që duhet të kështu më radh, Allah të çon bereqet ta e kështu më radh. Në të kundërtën, domthonë në ankesa për këtë. Padyshim, e kundërta, gjithmonë e kundërta është me e kundërta me të kundërtën. Dhe deshta ta përmend një që shumë e rëndësishme është ndarja e pasurisë me të tjerët, por jo vetëm me pasurisë, por e gjithçka që ti posedon. Ndarja me të tjerët. Për ata pasuria nëse ndahet me të tjerët shtohet. Dituria nëse ndahet me të tjerët shtohet. Lumturia nëse ndahet me të tjerët shtohet. Domethënë koha nëse ndahet me të tjerët shtohet, edhe pse neve nuk na duket e tillë. Domethënë gjithçka që ne e ndajmë me të tjerët, që ne u ofrojmë të tjerëve, që ne u japim të tjerëve, ajo ka me ushtu pa asnjë dilemë. Ndërsa Allah subhanahu wa taala na ka treguar domethënë që dhënia është sa e shumë fshon Allahu xhallahu ku thot methul ladhina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habba anbatat sab'a sanabil fi kulli subulatin 100 habba. Don shembulli i atyre që dhon rrugën e Allahut është sikur na shembulli atyre që mbill në far, nga e cila do të mbil 7 kalle e në secilin kalle do të jetë nga 7 do nga 100 nga 100 kokra. Pra ndarja e këtë të mirave që i posedojmë me të tjerët. Andaj për shembull, vëllai, sot ndoshta njëra nga apo thon, ato që na sot dëshojmë është pikërisht kjo, sepse njerëzit mendojnë që momentin që ndan ti me diçka të hupe. Kupton? Andaj pasurinë së ndajmë, kohën së ndajmë. Apo lumturinë së ndajmë, domthonë s'kemi çef kanë me pa mirë. Apo si rezultat i mos ndamjes dhe i përpjekjes së mbajtjes së tyre në pronësinë tonë, sigurisht se kjo shkakton këtë të cilën po e shohim edhe të cilën po e jetojmë. A është vetëm ky shkaku i mosbereqetit që kemi familja, apo ka edhe shkaqe të tjera të cilat ndoshta ne nuk i dimë? Jo, disa prej shkaqeve të përfitimit të cilat i përmendëm, e kundërta të tyre sigurisht se sillen mangësi. Dhe mendoj se njëra nga shkaqet kryesore të mangësisë së bereqetit janë gjunahet. Të cilat ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala. Sepse gjunahet shkaktojnë prishjen e raporteve tona me Zotin. Allahu xhaleshanu t'ja pasaj pasuni. Kupton? Sepse ti atë don. Në raportet tona të mira me Zotin, ne dëshirojmë ato të cilat nuk duket. Ai është bereqeti. Apo. Dhe ky bereqet që na e përfitojmë me raportet të mira me Zotin, duke u ruajtur nga gjunahet, duke u ruajtur nga gabimet, duke u ruajtur mos e hidhrojmë Allahun subhanahu wa taala. Përmes saj ne e përfitojmë bereqetin. Pa ata për shembull, cili është problemi i njerëzve? Problemi i njerëzve është se ata i bojnë gjuna Allahut, apo Allahu nuk ja ndal pasunin. Ata mendojnë se në rregull është. Apo ja ka ndal bereqetin. Allahu zot ta jep pasunin, ta jep edhe kohën, ta jep edhe mjetin e udhëtimit, ta jep edhe mundësinë e komunikimit. Por janë të palumta. Amo ta ndal funksionalizimin e të gjitha këtyre në rrugën e Zotit. E aq më keq kur Allahu të lën edhe ta merr bereqetin, ti pastaj kimi shfrytzuar ato në gjuna në haram, kjo është istidraj. Kjo është puna më e rrezikshme. Fundosja. Puna më e rrezikshme që dikush për njerëzve mund ta përjetoj. Dhe kjo ndoshta është një nga keqardhët e mëdha që ne shprehim për secilin njeri i cili është larg nga rruga e Zotit. Është që ta zym nga gafleti, ta zym nga shkujdesja. E ajo është se kur Allahu jep, edhe pse ja ka ndal bereqetin, po jep në sasi, jep në numra, jep mjete e kështu me radhë. Ai mendon se në rregull është. E ai nuk e kupton se Allahu subhanahu wa taala me shtimin e këtyre mjeteve, Allahu është duke fundosur ata. A ka gjendje matran se sa njeriu të vazhdon të fundoset duke bosqesh, duke menduar se miri ka punë. E pastaj zimi më i tmerrshëm për ta do të jetë kur ta kupton sa poshtë ka shku.
Kur ta kupton sa poshtë ka shku. Andaj gjunahi, prishja raporte me Allahun subhanahu wa taala, pa I nënlecu domon tjerat, mundësia, aftësia, profesionalizmi, kujdesi kështu me radhë, ato të cilat janë të domosdoshme, kujdesi kështu me radhë, ama çështja kryesore është raportet tona me Zotin. Por rregullon raportet tona me Allahun subhanahu wa taala, njeriu do të ka bereqet, në qoftë se nuk ka sasi. Dhe kundërta, po që në raportet tona të preshta me Allahun, Allahu xhaleshanu do të na jep. Mos mendos Allah jep. Kupton, I ka dhënë Karunit, I ka dhënë Faraonit, I ka dhënë Nemrudit, kupton, I ka dhënë njerëzve të cilët janë kon njerëzit më të këqij, e vazhdon edhe sot e kësaj dite mi dhon njerëzve, kupton. Jep pa hesapje, pa llogari. Apo kjo nuk është tregues I bereqetit që ata kanë. Përkundrazi, ky është argumenti më I fuqishëm I fundosës së tyre Allahu na ruajt. A mund ta rikthejmë hoxh bereqetin në shtëpitë tona pasi që e kem humb, ose në vetet tona pasi që e shohim që nuk po kemi bereqet as në punë, as në kohë, as në dije, as gjitha ato që I përmendet ti? Padyshim, sepse Allahu xhaleshanu është I mëshirshëm. Dhe ai don robët e tij të cilët kthehen tek ai. Ai don, Allahu xhaleshanu don që njerëzit ta kuptojnë ku është adresa e bereqetit, e ta kërkojnë tek ai. Allahu don nga ne që ta kuptojmë se gjunahet dhe prishja raporte me ta, domethënë e pengojnë bereqetin, e të permisohemi e të kthehemi tek Allahu subhanahu wa taala, padyshim se Allahu I jep ato, e I kthen ato. Andaj çdo kush që I ka këtë këto mangësi të cilat u përmendëm deri më tash, lut Allahu në madh që ky trajtim të na kthej në binart e duhur të kërkimit të bereqetit, në fillimisht të ndjenjes së mungesës së bereqetit, pastaj të kërkimit të bereqetit e të arritjes së bereqetit. Andaj ai I cili ka arrit bereqetin, wallahi aptan, ai është duke jetu jetën e mirë që Allah subhanahu wa taala e ka thonë, pavarësisht rrethanave edhe mënyrës së jetesës ndoshta që ai jeton, sepse ai që është I qetë e I lumtur të shpirtnisht kur bie në mbrëmje, ai I cili e ka familjen në shëndosh, ai I cili punon me zell, ai I cili është domethënë punon me vullnet, ai I cili është I dobishëm për të tjerët, ai I cili ndam për të tjerët, sigurisht se këto janë tregues të qartë të bereqetit e tij, bereqeti I cili në këtë dynja na e sjell rahatin e lumturinë e falëndrimin ndaj Zotit, e në botën tjetër do të na sjell sigurisht shpërblimin e xhenetit. Hoxh, Allah të shpërbleft për këtë trajtim. Amin. Të dashur shikues, me kaq erdhi fundi I këtij emisioni. Zoti ju baft të bereqetshëm dhe këto takime të shërbejnë në rritjen e bereqetit, të vedijes për bereqet, dhe në takime tjera mbetshit në mëshirën e Zotit.